3 muaj nga ngjarja e rëndë e hedhjes me dron të një sasie tritoli në apartamentin me qera ku jetonte Bernardo Sinomati, ky i fundit ende nuk është paraqitur në polici për të dhënë shpjegime. Së bashku me të dashura e tij Elena Arza, e cila ishte personi që kishte rezervuar apartamentin përmes një agjencie imobiliare, i janë shmangur në mënyrë të vazhdueshme thirrjeve të policisë së Tiranës për të paraqitur dhe dhënë shpjegime. Mësohet se përmes fletë thirrjeve zyrtare dhe komunikimeve në telefon u është kërkuar që të paraqiten për të dhënë shpjegime, por një veprim i tillë nuk është realizuar, me argumentin se ndonen jashtë shtetit dhe s'mund të vinin në Shqipëri pasi rrezikohet jeta. Qëllimi i policisë është pyetja atyre si persona që kanë dieni për veprën penale të hedhjes së dronit me tritol në apartamentin ku çifti jetonte me qera. Në muajin dhjetor të vitit 2024 ishin objektivi një sulmi me tritol në apartamentin e ndodhur në katin 9 të një pallati. Sasia e tritolit ishte vendosur në një dron dhe shpërthimi ka ndodhur në lartësi. Në qendër të sulmit të këtij atentati, dyshohet se ishte Sinomati, njëri nga qyteti i Vlorës, i cili u ka shpëtuar edhe 2 herë të tjera sulmeve me tritol dhe armë. Në hetime është përfshirë mundësia e lidhjes së kësaj ngjarje me atentatin që u bë me armë rreth një javë më parë Kevin Hajrullës, miku të familjes së Inez Hajrullas. Kjo edhe për shkak të konflikteve të mëparshme mes tyre. Tashmë ngjarja e rëndë është regjistruar në prokurorinë e Tiranës për akuzën e vrasjes me paramendim, kryer në bashkëpunim, mbetur në tentativë dhe shkatërim i pronës me eksploziv.